Ka filluar, le të themi edhe Stina me të ftohtit, cilat janë masat që janë marrë nga drejtoria e arsimit në Bashkinë e Lezhës për të krijuar sa më shumë dhe përmirësuar sa më shumë groje dhe cilat janë arsitë që sillen në këtë vit. Atëherë, drejtoria arsimore pranë Bashkisë së Lezhës ka patur në fokusin e saj ngrohjen edhe funksionimin e të gjitha problematikave të vjetra edhe të evidentuara rishtas sidomos në shkolla dhe në kopshte, sepse është një pikë sensitive dhe është në fokusin tonë kryesor. Problematikat që janë zgjidhur këtë vit ka qenë shkolla e Shënkollit, e cila është vënë në rifunksion në Kaldaja atje. Shkolla Gjergj Fishta, e cila tani është në ambientet e ish gjimnazit për shkak se shkolla po rikonstruktohet, është vënë në funksion total. Janë zgjedhur disa problematika në shkollën Kosova dhe të gjitha kaldajat e tjera në shkolla kontrollohen në mënyrë të përsëritur edhe gjatë ditës dhe jemi gjatë gjithë kohës në kontakt për të evidentuar dhe për të ndjekur të gjitha problematikat. Në shkollat që ngroja është me dru, kryesisht në zonat rurale atë ku a është siguruar dhe gjithë baza e nevojshme dhe a janë të disponueshme tani nga shkollat? Shkollat që kanë ngrohje me dru janë shkollat më pak problematike për ne, për shkak se furnizimi me dru është siguruar 3-4 ditë para se të mbarojë furnizimi aktual, ne njoftohemi, bëhet furnizimi dhe shqetësimet në shkollat rurale kanë qenë minimale. Unë vetë personalisht bashkë me stafin kam shkuar, i kontrolloj, jam gjatë gjithë kohës në ndjekje edhe në komunikim me drejtorët, kështu që shkollat me ngrohje me dru janë shkollat më pak problematike dhe për cilat ne jemi të qetë. Problematikat që na shfaqen janë kryesisht në shkollat që janë me kaldaja për shkak të faktit që ne kemi shtuar oraret e ndezjeve të kaldajave sepse këto ditë kanë qenë shumë të ftohta dhe duke dashur që të evitojmë uljen e temperaturave gjatë orarit të mësimit, ne i kemi lënë mbi kapacitet e ndezur dhe kemi qenë gjatë gjithë kohës në ndjekje për të mbuluar problematikat nëse ka patur, por fatmirësisht nuk ka patur deri tani.